Një natë me shi, një taksist punëtor që përpiqej me çdo mënyrë të siguronte të ardhura për familjen e tij, hasi një grua të friksuar që shtrëngonte vajzën e saj të vogël në krah. Dëshpërimi ishte i dukshëm në sytë e saj. Ajo kishte nevojë për një udhëtim në një vend të sigurt, kudo, vetëm jo aty ku kishte qenë. Markusi ndjeu frikën e saj, e kuptoi urgjencën dhe pa hezituar e largoi nga çdo rrezik që i kishte ndjekur. Kur mbërritën në destinacion, ai refuzoi t'i merrte para, duke ditur se ajo nuk kishte asgjë më për të dhënë. Por ai se dinte që ky akt i vogël i mirësisë do të ndiste një zinxhir ngjarjesh që do të ndryshonte jetën përgjithmonë. Vetëm disa orë më vonë, telefoni i tij tingëlloi me një thirrje të papritur, një thirrje që e la të shtangur. Ishte një natë e qetë në New Orleans, Louisiana, ajo lloj nate ku qyteti duke sikur këndonte një melodi të largët xhazi dhe në heshtje. Një shi i lehtë mbulonte rrugët, pasqyronte dritat e rrugëve dhe hidhte hije të gjata që lëkundeshin nëpër trotuaret bosh. Marcus Evans, një taksist 38 vjeçar, lëshoi një pësherëtim lodhjeje teksa ngiste rrugët e ndriçuara dobët. Kishte thuajse 12 orë që po voziste. Shpina i dhimbte dhe mendimet e tij rëndoheshin nga faturat që po grumbulloheshin në shtëpi. Markusi gjithmonë kishte qenë punëtor, që adoleshent kishte kuptuar se asgjë në jetë nuk vinte lehtë, sidomos për një burr me ngjyrë që përpiqej të jetonte ndershmërisht. Dikur kishte ëndra të mëdha për të hapur biznesin e tij të transportit, për të ndërtuar diçka për veten dhe familjen, të dilte nga cikli pafund i ndërrimeve të gjata dhe mbijetesës me vështirësi. Por ëndrat nuk paguanin kredinë e shtëpisë, as nuk ushqenin fëmijët. Prandaj, ai kishte varrosur ato ëndra në peshën e realitetit, duke mbindur veten se ishin vetëm kaq, ëndra. Tani, ndërsa shikonte mundësinë që kishte përpara, kuptoi se një zgjedhje, një natë, e kishte vendosur në rrugë për t'i kthyer ato ëndra në realitet. Nuk ishte thjesht fat apo rastësi. Ishte një vendim, një akt i thjesht i mirësisë që ndryshoi gjithçka. Marcus Evans kishte ëndra, por ëndrat nuk paguanin faturat apo ushqimin për bashkëshorten e tij Renje dhe 2 fëmijët. Ishte ora 23:42 minuta dhe i duheshin edhe disa udhëtime para se të flinte disa orë para një dite tjetër të gjatë. Rrugët ishin pothuajse të zbrasta, përveç se ndonjë kalimtari të rastit. Po mendonte ta mbyllte natën kur vuri re një lëvizje, një grua që dilte me vrap nga një rrugicë e errët, duke mbajtur një fëmijë në krah. Ajo po vraponte jo për shkak të shiut, por nga diçka shumë e keqe. Instinkti i parë i Markusit ishte të vazhdonte rrugën. Telashet në këtë orë asnjëherë nuk ishin të mira, por pastaj pa fytyrën e saj, të zbetë, të lagur, me sy të mbushur me tmerr. Fëmia jo më shumë se 5 vjeç ishte mbërthyer fort pas saj. Dreq, mërmëriti ai duke ndalur taksin dhe ulur xhamin. Gruaja arriti tek trotuari. "Zonjë, jeni mirë?" e pyeti ai duke vështruar për ndonjë rrezik. Frymëmarrja e saj ishte e ngurthyer. "Ju lutem, duhet të shkoj diku ku jam e sigurt." Markus hezitoi. Diçka në urgjencën e saj shqetësoi. "Ku doni të shkoni?" "Kudo, vetëm larg nga këtu." Ajo kurrë nuk ishte shenjë mirë. Njerëzit nuk iknin kështu nëse nuk po shpëtonin nga diçka vërtet e rrezikshme. Çdo instinkt i tha të thoshte jo, por kishte diçka në sytë e saj, e vërtet, e pastër, e dëshpëruar. "Hip", tha ai. Gruaja nuk humbi kohë. U fut në sendiljen e pasme me vajzën. Markus i shikoi pasqyrën. Ajo ishte e lagur, bluza e saj e holli ngjitej për trup. Vajza e vogël me pijama shumë të mëdha për trupin e saj dridhe në heshtje. "Ripi i sigurimit", kujtoi ai. Ajo u përpoq me ripin dhe duart i dridheshin. Zhuma e motorit dhe pikat e shiut ishin të vetme tinguj ndërsa ai voziste. Më në fund, ajo përshpëriti. "Faleminderit." Ai tu ndikon, por nuk e bënte për falenderit. "Je sigurt që nuk duhet të telefonojmë dikënd?" Ajo gëlltit me vështirësi. "Jo, nuk ka askënd." Markusi nuk ishte i bindur. Kishte marrë shumë pasagjerë të shqetësuar, por kjo ishte ndryshe. Ishte frikë e vërtet. E mbajti syrin në pasqyrë. Ajo ende shikonte rrugët me frikë. "Ke një emër?" e pyeti. Ajo hezitoi, pastaj pshërëtiu. "Claire, vajza ime quhet Sufi." Markus tundi kokën. Vajza nuk ishte folur fare, vetëm shtrëngonte bluzën në nënës së saj. "Ke ndonjë vend konkret në mendje?" Claire tundi kokën. "Vetëm një vend i sigurt, një vend larg."
Ky nuk është një destinacion, është një ratisje. Markus i shfryu fort dhe trokiti timonin. Një motel disa mile larg, është i qetë, s'pojnë pyetje. Një letësim i lehtë u duk në fytyrën e saj. Më duket në rregull. Teksa voziste mendoi për frikën e sytë të Claire. E kishte para të vështrim më parë tek ata që nuk kishin më ku të shkonin. Nuk e di nga po ikën, thaj, por duhet të jesh e kujdesshme. Njerëzit nuk ikin ashtu nëse nuk janë duke u ndjekur nga diçka shumë e keqe. Claire shtrëngoi më fort sufin, pas një heshtje të gjatë më në fund foli. Sot lash burrin tim. Ai nuk është një njeri i mirë. Markus nuk kishte nevojë të pyeste për më shumë, kishte parë mjaftueshëm për ta kuptuar. Për vite mendova se po shtirësh sikur çdo gjë do të rregullohej, por nuk ndodhi kurrë. Sonte e dija, nëse nuk largohesha, nuk do të largohesha më kurrë. Markus i ndaloi në parkingun e motelit, futi dorën në xhep dhe i dha ca para për dhomën. Sytë e Claire u zgjeruan. Nuk mundem. Po, mundesh, e ndërpreu Markus. Ka gjëra më të rëndësishme për të menduar. Duart e saj dridheshin teksa i mori parat. Faleminderit, përshpëriti ajo. Markus tundi kokën. Futu brenda, mbaj kokën ulur, mos u kthe. Ajo hezitoi, pastaj nxitoi drejt hyrjes me sufin. Markus i pa derisa u zhdukën brenda dhe ndjeu një shtrëngim në gjoks. Kishte bërë çfarë kishte mundur, të paktën kështu i tha vetes. Po atë natë u kthye në lagjen e tij të thjeshtë, i raskapitur. Rene ishte në gjumë. Qëndroi te dera duke vëzhguar për një çast, pastaj e ul në divan. Pamja e syve të zbrazët të Claire nuk i largoi nga mendja. Telefoni i ra, një numër i panjohur. Hezitoi, pastaj u përgjigj. Alo? Një zë i qetë dhe autoritar. A është ky Markus Evans? Markus ndiu pulsin të shpejtoi. Po, kush po flet? Emri im është William Lancaster. Besoj se i dhat një udhëtim vajzësime sot. Babai Claire. Markus shtrëngoi telefonin. Ajo është e sigurt, kjo është gjithçka që duhet të dini. E di, u përgjigj William. Na tregoj dhe duhet të flasim. Markus u përgatit për akuza dhe kërcënime, diçka që burrat me pushtet e bënin kur të huajt ndërhynin, por zëri William mbeti i qëndrueshëm. Sepse ndihmove vajzën time kur kishte më shumë nevojë, dhe kjo është diçka që ne nuk e marrim lehtë. Të nesërme në mëngjes, Markus shkoi në Uptown, lagje e pasur ku shtëpit dukeshin si pallate. Prona Lancasterve ishte madhështore. Një burr me kostum e flok gri e priti te dera. Zoti Evans, tha William. Faleminderit që erdhe. Në sallonin e pastër, Markus u uli ngrirë. Claire duke më mirë se natën më parë, por lodhja ende i lexoi në sy. William u përkul përpara. Nuk të detyronte askush të ndaloj makinën, shumica nuk do ta kishin bërë. Markus ngriti supet, bëra çfarë duhet të bënte secili. William tundi kokën. Jo, zoti Evans, ajo që bërë është e rrallë. Pse jam këtu? Pyeti Markus. Ne zotërojmë disa biznese në qytet, përfshirë një kompani transporti. Do të donim të ofronim një pozitë menaxhimi, një mundësi reale për diçka të qëndrueshme. Nëse dëshmon veten, do të ndihmojmë të fillosh kompaninë tënde. Markus u tensionua. Nuk kam nevojë për bamirësi. Nuk është bamirësi, e korrigjoi William. Është një mundësi, pasi ta fitosh. Ku është kurthi? Asnjë kurth. Vetëm punë ndershme. Nuk do të ta jap suksesin, do ta fitosh vetë. Markus hezitoi, pastaj tundi kokën. Në rregull, do ta provoj. 3 muaj më vonë kishte kapërcyer çdo vështirësi. Mësonte çdo ditë, vinte herët dhe qëndronte vonë. Më në fund, William e thirri në zyrë. Ke bërë një punë të shkëlqyer, i tha duke i shtyrë një dosje mbi tavolinë. Markus i shikoi. Kjo nuk ishte thjesht një punë, kjo ishte një ardhme. Dhe për herë të parë pas shumë vitesh, lejoi veten të besonte se meritonte. Ky është dokumentacioni për të siguruar financimin e biznesit tënd. Vetëm kaq? Pyeti ai. William qeshi. Jo vetëm kaq, e fitove vetë. Markus i kaloi dorën në fytyrë dhe nxori një pëshëratim. Kjo ishte mundësia që kishte ndjekur gjithë jetën. Mirë se vjen në kapitullin tjetër, i tha William. Tani le të shohim çfarë bën me të. Markus i shtrëngoi dorën, këtë herë jo si një punonjës, por si barabartë. Një vit më vonë, kompania Evans Transportation Services hapi zyrtarisht dyert. Jashtë zyrës së tij të re, Markus shikoi tabelën e sapo vendosur. Zemra i rinte me krenari, ndjenjë që nuk e kishte ndjerë prej vitesh.
Rene qëndronte në krahun e tij, fëmijët ishin të buzëqeshur. Claire që kishte kaluar për vizitë qëndronte në sfond me një buzëqeshje të qetë. Ai e kishte ndërtuar këtë, jo sepse ja kishin dhënë, jo për shkak të fatit, por sepse kishte bërë një zgjedhje për të ndaluar për një të huaj në shi, një zgjedhje për të besuar në veten e tij, sepse ndonjëherë vendimet më të vogla janë ato që ndryshojnë gjithçka.